Të martin dalin emrat e ministrave. Kryeministri thotë se rikonstruimi i qeverisë bëhet edhe për të ndryshuar prioritetet. Pas vendimit të kushtetueses për heqjen e emrave shqip, sot marsh protestues në Tetov. Për shkak të zjarreve, ndalot lëvizja në Pyje nga një korriku deri në fund të verës. Moti në Maqedoninë e Veriut dhe në Europë, valet të nxehtit deri në mesin e javës së ardhshme. Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se takohemi me edicionin e lajmeve të orës 15:55 këtu në televizionin Shenja. Të martën pritet të dihen emrat e ministrave të ri të qeverisë Mickoski. Kryeministri theksoi se të martën lidhet Komiteti Ekzekutiv i Partisë dhe pasaj do të kumton vendimet dhe ndryshimet e resoreve. Sipas Mickoskit, rikonstruimi nuk po bëhet vetëm për shkak të rezultateve ose mungesës së tyre, por edhe për shkak të ndryshimit të prioriteteve. Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi se të martën do të dihen emrat e ministrave të ri. Gjatë një prononcimi televiziv, kryeministri theksoi se të martën mblidhet Komiteti Ekzekutiv i Partisë dhe pas saj do të kumtohen vendimet dhe ndryshimet e resoreve në kornizat të rikonstruimit të paralajmëruar të qeverisë. Rikonstruimi, tha ai, nuk po bëhet vetëm për shkak të rezultateve të arritura deri tani, por edhe për shkak të, siç tha, për të ndryshuar prioritetet. Nuk janë vetëm rezultatet që kanë rëndësi, nëse ishin të mira apo jo mjaftueshëm të mira, ose ndoshta nuk kishte fare rezultate. Ndonjëherë rikonstruimi bëhet sepse ndryshojnë prioritetet. Ndoshta ato prioritete kishin një formë 2 vjet më parë, 2 vjet më vonë kanë një formë tjetër, dhe është logjike që partnerët e koalicionit qeveritar pas këtyre 2 viteve kristalizojnë prioritetet e tyre dhe ku mund të kontribojnë më shumë. I pyetur nëse do të përfshihet në rikonstruimin e qeverisë, ministri i Shëndetësisë Azir Aliu nuk dha përgjigje konkrete, vetëm theksoi se angazhimi i tij nuk është i lidhur me funksionin që e ushtron, por me dëshirën për të kontribuar në shoqëri. Unë nuk e kam karrierën time me funksion politik dhe nuk besoj se do ta mbaroj karrierën me funksion politik, sepse kjo nuk është e shëndetshme fillimisht për mua dhe së dyti për infrastrukturën politike në vend, të keni një person i cili me vite do të jetë në funksion politik. Kjo nuk është e shëndetshme. Një vendim konkret nuk ka as për partinë Znam, që është brenda koalicionit qeverisës. Zëdhënësi Nikola Memov nuk u përgjigj nëse rikonstruimi do ta merr ministrin e tyre të drejtësisë, por u shpreh se 2 vite më parë ata nuk kanë kërkuar të hyjnë në qeveri, por kanë qenë të ftuar nga VMRO. Ne kemi pasur disa takime në nivel liderësh dhe të grupet negociuese po punojnë në kontinuitet në tavolinë, gjitha temat janë të hapura. Nuk ka marrëveshje konkrete për asnjë çështje. Presim epilog nga mesi i javës. Bashkëkryetari i Vlenit Izet Megjiti ka bërë të ditur se negociatat për rikonstruimin e qeverisë janë në fazën përfundimtare dhe se deri në fundjavë pritet të ketë një pasqyrë të qartë për përbërjen e re qeveritare. Nga LSDM, siç thonë, koalicioni tenderit i Hristijan Mickoskit po shpërbëhet para syve të qytetarëve. Sipas LSDM-s, në vend të një qeverie që punon për interesat e qytetarëve, shohim luftë të hapur për vende, pozicione dhe biznese. Znam, partia që u krijua dhe u financua nga Mickoski nuk ekziston më. Mbeten vetëm 2, Maksim Dimitrievski dhe Goran Minçev, të cilët tani janë në një luftë drejt për ndikim. Dimitrievski ka njeriun e tij dhe dëshiron ministrinë e bujqësisë dhe nga ana tjetër Minçev nuk dëshiron ministrinë e bujqësisë sepse e di se atje janë shkurtuar edhe parat dhe fermerët janë jashtëzakonisht të pakënaqur, thuhet në komunikatën e LSDM-s. Sipas tyre, Fillkov dëshiron të mbetet në pozicionin e ministrit të drejtësisë në mënyrë që të mund të kontrolloj drejtësinë, të parandaloj hetimet dhe të zbatoj tenderet e planifikuar. Frika nga përgjegjësia dhe hetimet e ardhshme është ajo që e bën atë të qëndrojë në ministrinë e drejtësisë me çdo kusht, ndërkohë Mickoski po kërkon një justifikim për zgjedhjet parakohshme parlamentare, thuhet ndër tjera në reagimin e LSDM-s.
Historia nuk abrogohet. Sonte në Tetov organizohet marsh protestues ndaj vendimit gjykatës kushtetuese për emra shqip të sheshit dhe rrugëve të Tetovës. Marshi organizohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe nis nga sheshi i qytetit. Protesta vjen pasi gjykata shfuqizoi vendimin e vitit 2007 për emërtimin e disa rrugëve dhe sheshit të qytetit me emra në gjuhën shqipe dhe të figurave historike shqiptare. BDI-a ka njoftuar se vendimi për protestën është marrë pas heshtjes së komunës Tetovës ndaj kërkesës së tyre për seancë urgjente ku kërkuan rimiratim të vendimit për emrat e rrugëve dhe pas arsyetimit gjykatës kushtetuese. Marshi protestues do të fillojë në ora 20 në sheshin e qytetit. Përfaqësuesit e partive opozitare kanë debatuar në emisionin Debat në shenja për çështjen e provimit të jurisprudencës. Përfaqësuesi nga BDI, Yll Paçuku, deklaroi se qeveria po e zvarrit këtë proces me propozime që nuk pranohen nga studentët. Përfaqësuesi i LSDM-s, Agron Demiri, deklaroi se ligji nuk do të kalonte pamospasur vullnetin e Zoran Zaevit. Përfaqësuesi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Yll Paçuku, në lidhje me çështjen e provimit të jurisprudencës, theksoi se studentët kanë dalë në rrugë me një kërkesë legjitime, ku sipas tij, nga qeveria po e zvarrit këtë proces me propozime që nuk pranohen nga studentët. Paçuku në emisionin Debat në shenja deklaroi se edhe ai si student i vitit të dytë në fakultetin juridik dëshiron ta ketë të drejtën që të mund të zgjedhë se në cilën gjuhë do të jap provimin. Padyshim sepse është një kërkesë legjitime, është një kërkesë e cila buron nga ligji për përdorimin e gjuhëve. Gjuha shqipe është zyrtare në të gjitha institucionet, këtë do ta kenë të qartë të gjitha partitë politike, edhe shqiptare, por edhe maqedonase. Dhe prandaj provimi i jurisprudentës duhet të lejohet të jepet në gjuhën shqipe, sepse siç thash ka bazë juridike, kërkesa e student, edhe sikur mos kishte pas një kërkesë, një bazë juridike, do të ishte një kërkesë e kuptueshme nga studentët, por momentin që ne kemi një ligj të qartë si ligji për përdorimin e gjuhëve, nuk na mbetet asgjë më shumë thjeshta që ta zbatojmë ligjin e fuqishëm. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i LSDM-s, Agron Demiri, po ashtu për provimin e jurisprudencës në emisionin Debat në shenja, deklaroi se në kohën kur është sjellë ligji për gjuhët në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, sipas Demirit, ai ligj nuk do të kalonte pa mos pasur vullnetin e Zoran Zaevit dhe askujt tjetër, duke shtuar se këtë duhet ta ketë të qartë e gjithë popullata. Ligji për jurisprudencë, kur është sjellë, nuk është decidu as gjuha maqedone. Më thonë shumë qartë, nëse ne asë kohë keshim bë lëshimin vetëm gjuha maqedone, do thëmi LSDM-ja e kishte bë me hamendje bashkë me BDI. Edhe asë kohë se ne krejt partit politike i kemi provu, edhe Alternativ, edhe Alans. Po, keni pas partit shqiptare edhe në koalicion para edhe ligji për gjuhëve është sjellë me konsensus të partive shqiptare dhe e kanë votuar asë kohë. Po ashtu, të dy përfaqësuesit e partive politike opozitare bën të ditur se kishin marrë pjesë në të dy protestat që u zhvilluan nga ana e studentëve për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Nga një korriku deri më 31 gusht do të hynë fuqi ndalimi lëvizjes në Pyjet dhe në zonat pyjore. Lëvizja do të lejohet vetëm me leje me shkrim të lëshuar nga degët e ndërmarrjes publike Pyjet kombëtare dhe parqet kombëtare, përgjithsisht për zonat që administrojnë. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave njofton opinionin se në përputhje me udhëzimet e qeverisë dhe me kërkesat të shfrytëzuesve të pyjeve ndërmarrjes publike Pyjet kombëtare dhe parqeve kombëtare, të cilat menaxhojnë zonat e mbrojtura, ka dhënë pëlqimin për vendosjen e ndalimit të plot të lëvizjes në pyje dhe në toka pyjore. Ky pëlqim jepet me përputhje me ligjin për shkak të rrezikut të shtuar dhe për parandalimin e zjarreve pyjore në hapësira të hapura, njoftoi sot ministria. Për mos respektimin e këtij ndalimi, persona fizik që do të kapen duke lëvizur në pyje ose në tokat pyjore do t'u shqiptohet gjop nga 1.500 deri në 2.000 euro në kundër vlerë me denar.
Nga një korriku, kompanitë e sektorit privat në Maqedoninë e Veriut mund të fillojnë pagesën e regresit për pushimin vjetor i njohur si K15. Si vjet, shuma minimale që duhet të paguhet punonjësve është 19.116 denar. Kjo shumë është llogaritur në bazë pagesës mesatare neto për muajt shkurt, mars dhe prill vitit 2026, e cila arrin në rreth 47.790 denar. Sipas marrëveshjes kolektive, regresi minimal për pushimin vjetor duhet të jetë 40% e kësaj mesatare. Të drejtën për të marrë K15 kanë të gjithë punonjësit e sektorit privat që kanë të paktën 6 muaj punë pa ndërprerje të njëjti punëdhënës gjatë vitit kalendarik. Ndërkohë, kompanitë mund të vendosin të paguajnë edhe një shumë më të lartë nëse kjo parashihet me marrëveshje kolektive ose me vendim të brendshëm. Megjithatë, legjislacioni parashikon edhe përjashtime. Kompanitë që operojnë me humbje ose përballen me vështirësi financiare mund të paguajnë një regres më të ulët ose në raste të caktuara të lirohen nga ky detyrim, por vetëm nëse plotësojnë kushtet ligjore dhe disponojnë dokumentacionin përkatës. Aktivistët e shoqatës kulturore Vizioni M kanë dorëzuar sot në ambasadën e Greqisë në Shkup një letër me kërkesat e theksuara ndër vite që lidhen me kthimin e qytetarëve të Çam, të drejtat e pronës dhe heqjen e pengesave ligjore. Antari i shoqatës kulturore Vizioni M, Abdullah Berisha, tha se përmes këtij veprimi simbolik ata kërkuan që kjo çështje të trajtohet me më shumë vëmendje ndërkombëtare dhe të mbetet pjesë e diskutimeve për të drejtat e njeriut. Letra që rikthen në vëmendje çështjen Çame dhe kërkesat e komunitetit i u dorëzua sot ambasadës së Greqisë në Shkup nga shoqata kulturore Vizioni M në shënim të 82 vjetorit të gjenocidit Çam. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të muajit të Çamërisë, ku anëtari i shoqatës kulturore Vizioni M, Abdullah Berisha, tha se përmes këtij veprimi simbolik ata kërkuan që kjo çështje të trajtohet me më shumë vëmendje ndërkombëtare dhe të mbetet pjesë e diskutimeve për të drejtat e njeriut. Ai theksoi se kërkesat e tyre janë të përsëritura ndër vite dhe lidhen me kthimin, të drejtat e pronës dhe heqjen e pengesave ligjore. Pra kërkesat janë që të njëjtat të cilat i bëjmë disa vite me radhë, të rikthehen shqiptarët nga Çamëria, të rikthehen të vizitojnë trevat e tyre, të hiqet ligji i luftës dhe eventualisht të zgjidhet çështja e pronësisë së trevave, vataneve, shtëpive të cilat i kanë lënë pas. Qëllimi kryesor është që të sensibilizohet opinioni, të bëhet kërkesë edhe në Komisionin Evropian që çështja të trajtohet si një çështje të drejtave të njeriut dhe jo si një çështje ndërshtetërore, ndëretnike. Duke folur për efektin e letrave dhe mënyrën se si është trajtuar kjo çështje ndër vite, Berisha thot se kërkesat e tyre nuk kanë gjetur ende adresim konkret nga pala greke dhe se shteti grek sipas tij ende mban në funksion ligjin e luftës dhe nuk pranon të ekzistojë çështja Çame. Tradicionalisht nuk janë marrë parasysh për fat të keq letrat protestuese, qoftë këtu ose qoftë në përvende tjera të cilat e kemi lënë. Shteti grek fatkeqësisht akoma mban në funksion ligjin e luftës dhe nuk pranon të ekzistojë çështja Çame. Ne në Maqedoninë e Veriut mundemi kaq të bëjmë, por në bashkërendim me gjitha shoqatat të cilat janë të interesuara të merren me këtë çështje, synojmë ta ngrejmë çështjen në Komitetin e Helsinkit, në institucionet përkatëse ndërkombëtare. Ndërkaq, ai thekson se përmes këtyre aktiviteteve simbolike, synojnë të mbajnë gjallë kujtesën historike dhe të rrisin ndërgjegjësimin ndërkombëtar për çështjen Çame. Nga ku gjithashtu thekson se ata do të vazhdojnë angazhimin e tyre në bashkërendim me organizata të tjera, deri në trajtimin e kësaj çështjeje në instanca përkatëse. Në ndikimin e një masë ajrore të ngrohtë nga jugu deri në mesin e javës së ardhshme, moti do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë, me vlerësira të pakta deri mesatare lokale. Temperatura ditore kudo do të jetë mbi 30 gradë Celsius, ndërsa në disa vende do të arrijë edhe deri në 39 gradë Celsius. Temperaturat e larta do të vazhdojnë edhe gjatë natës. Vala e jashtëzakonshme të nxehtit që ka përfshirë Europën prej disa ditësh, po zhvendoset drejt lindjes së kontinentit.
Maqedonia e Veriut sot hyn në një valë të re të temperaturave të larta, ndërsa sinoptikanët paralajmërojnë një ditë të vërtet tropikale me vapë që në disa vende do të arrijë deri në 37 gradë Celsius. Masa e ngrohtë ajrore e cila po lëviz nga Europa perëndimore drejt Ballkanit do të përfshijë të gjithë rajonin, duke sjellë mod dukshëm më të ngrohtë. Për shkak të temperaturave të larta që priten, autoritetet kanë aktivizuar alarmin meteorologjik portokalli dhe të verdhë, duke paralajmëruar për rreziqe të mundshme, veçanërisht për të moshuarit, personat me sëmundje kronike dhe ata që punojnë në ambiente të hapura. Mjekët rekomandojnë që qytetarët të shmangin qëndrimin e zgjatur në diell gjatë pjesës më të nxehtë të ditës, të konsumojnë mjaftueshëm lëndje dhe të përmbahen rekomandimeve për mbrojtje nga temperaturat e larta. Vala e jashtëzakonshme të nxehtë që ka përfshirë Europën prej disa ditësh po zhvendoset drejt lindjes së kontinentit. Pas rekordeve historike të regjistruara në Britaninë e Madhe, Francë, Spanjë dhe Zvicër, alarmi është vendosur tashmë në vendet e Europës lindore, ku priten temperatura edhe më të larta gjatë fundjavës. Franca po përjeton një valë të fortë të nxehtit që ka vënë pjesën më të madhe të vendit në gatishmëri të lartë, ndërsa autoritetet raportojnë një rritje të ndjeshme të rasteve fatale nga mbytyjet në ujë. Sipas qeverisë franceze, numri i viktimave nga mbytyjet ka arritur në 55 që nga fillimi i valës së të nxehtit. Në Spanjë, sistemi kombëtar i monitorimit të vdekshmërisë MOMO vlerëson se 212 vdekje të regjistruara mes së dielës dhe së mërkurës mund të lidhen me temperaturat ekstreme. Edhe në Itali, mediat raportuan disa viktima, përfshirë 2 punëtor bujqësie dhe një punëtor ndërtimi që humbën jetën si pasojë e vapës. Edhe Gjermania po përballet me kulmin e një vale të nxehtit, ndërsa meteorologët për sot parashikojnë temperatura deri në 39 gradë Celsius, ndërsa gjatë fundjavës në disa pjesë të vendit ato mund të kalojnë 41 gradë. Shërbimi meteorologjik i atjeshëm paralajmëron se janë të mundshme rekordet të reja të temperaturave për qershorin dhe madje edhe historike. Ka shkuar në 235 numri viktimave nga 2 tërmetet e një pas njëshme që goditën tje Venezuelën dhe mbi 4.300 të plagosur, ndërsa më shumë se 50.000 persona raportohen ende të zhdukur. Ekipet e kërkim shpëtimit po punojnë në kushtet vështira për gjetur të mbijetuarit mes rënojave. Tërmetet ndër më të fortët në më shumë se një shekull shkaktuan dëmet më dha dhe undjen edhe në vendet fqinje. Venezuela mbetet e tronditur nga 2 tërmetet e fuqishme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ball që goditën vendin të mërkurën pasdite, ndërsa fqinjat dhe të afërmit kërkojnë për rënoja për të dashurit e tyre. Të paktën 235 persona kanë vdekur dhe 4.300 janë plagosur, tha ministri i shëndetësisë i Venezuelës Carlos Alvarado për mediat shtetërore. Fatkeqësisht 235 persona që mbërritën pa shenja jetësore ose vdiqën pas mbërritjes në mjediset tona shëndetësore, tha Alvarado. Numri të vdekurve pritet të rritet pasi më shumë se 50.000 persona janë raportuar të zhdukur. Venezuelanët u përballën me imazhe apokaliptike të ide në mëngjes, ndërsa pa ndërtesa të shndruara në rënoja, mobilja që vareshin nga dritare dhe helikopter që fluturonin sipër tyre. Ndërtesa të tëra u rrafshuan dhe rrugët u prenë përgjysmë. Ekipet e kërkim shpëtimit po nxitojnë drejt zonave të prekura ku operacionet vazhdojnë në kushte të vështira dhe me frikën se shumë njerëz mbeten të bllokuar. 2 tërmetet janë ndër më të fuqishmit e regjistruar në Venezuelë në më shumë se një shekull. Lëkundjet u ndjen në pjesën më të madhe të rajonit më të gjerë me ndërtesa të evakuara dhe një pjesë të Amazonës në Brazil. Për shkak të shkallës së katastrofës, Departamenti i Thesarit të SHVA-s njoftoi pezullimin e përkohshëm të disa sanksioneve deri më 23 tetor. Vendimi synon të lejojë transaksione që lidhen me ndihmën humanitare dhe operacionet e rehabilitimit në Venezuelë, të cilat sipas regjimit aktual të sanksioneve do të ndaloheshin. Më shumë se 2 milion njerëz në gjithë Japoninë perëndimore janë vendosur në urdhër evakuimit premten pasi 2 tajfun kërcënuan vendin me shira dendur, përmbytja dhe rrëshqitja dheu, raportuan mediat lokale duke cituar zyrtarët. Agjencia Meteorologjike e Japonisë paralajmëroi se tajfuni Higos mund të kalojë në tokë të shtunën pasi u zhvendos në veri nga paqësori, ndërsa tajfuni Mekhala po i afrohej rajonit Amami në Japoninë jugperëndimore të premten dhe mund të lëviz drejt rajonit Kanto.
Kyoto. Edhe pse të dyja stuhit pritet dobëson në ciklone ekstratropikale pasi t'i afron Japonisë, sinoptikanët paralajmëruan se ato mund sjellin ende më të rrezikshëm. Agjencia e Menaxhimit të Zjarrit dhe Fatkeqësive tha se më shumë se 2 milion banor në 13 prefektura në rajonet Kinki dhe Kyushu janë në urdhër evakuimi që nga mëngjesi i së premtes. Autoritetet lëshuan alarmin më të lartë sigurisë emergjente të nivelit 5 për pjesë të Seika në prefekturën e Kyotos pasi një rrëshqitje dheu goditi qytetin. Protesta qytetare për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e qeverisë ka hyrë sot në ditën e saj të 27 me pjesëmarrje masive në qendër Tiranës. Qytetarët shumë pritet mirën si çdo ditë në sheshin para kryeministrisë duke kërkuar jo vetëm largimin e qeverisë aktuale, por edhe ndryshimin e asaj që e cilësojnë si kastën e vjetër politike dhe reformimin e establishmentit që ka dominuar jetën politike të vendit prej 36 vitesh. Protesta zhvillon çdo mbrëmje ku qytetarët fillimisht grumbullon para godinës së kryeministrisë dhe më pas marshojnë në rrugët kryesore të kryeqytetit, duke shprehur pakënaqësitë e tyre përmes pankartave, thirrjeve dhe fjalimeve publike. Pjesëmarrësit theksojnë se tubimet kanë karakter paqësor dhe i konsiderojnë ato një shembull të angazhimit qytetar dhe të ushtrimit demokratik të së drejtës për protestuar. Qytetarët kërkojnë një ndryshim të thellë politik dhe institucional, duke argumentuar se vendi ka nevojë për një model të ri qeverisjeje dhe përfaqësimi. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mbeshje.